Krimi i ndodhur dje në fshatin e thellë Mirditor në Lufaj dyshohet të jetë pasojë xhelozisë. Nga hetimet policore mësohet se viktima kishte ngacmuar bashkëshorten e autorit dhe kur ka mësuar për këtë, u ka eshacaruar derisa një javë më parë kishte debatuar me shokun e tij të fëmijërisë. Madje konflikti ishte ndezur edhe më tej pasi viktima, 30 vjeçari Roland Kaçorri, e kishte qelluar autorin Azemukaj me grushta. Duket se autori nuk e ka përtypur dot faktin e dhunës duke ndërmarrë dhe vendimin ekstrem. Ditën e djeshme ai ka marrë armën e zjarrit tip automatik duke qelluar mbi 30 herë me breshëri mbi çiftin Kaçorri. Plumbat i kanë shkaktuar vdekjen e menjëhershme 30 vjeçarit Roland Kaçorri, ndërsa gruaja e tij, 24 vjeçare, ka mbetur e plagosur nga plumbat e marra në këmbë dhe në shpatull. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gjoja automatiku, ndërsa 3 prej tyre kanë kapur viktimën në kokë dhe në gjoks duke i marrë jetën. Nga dëshmitë e fqinjve mësohet se çifti Kaçorri më parë kishin shkuar mirë me autorin dhe nuk kishin pasur konflikte deri një javë më parë. Pas arrestimit në orët e vona të mbrëmjes, autori 29 vjeçar është transportuar drejt policisë së Lezhës. Sipas hetuesve, ai ka qenë në gjendje teje të rëndë psikologjike, çka ka sjellë dhe shtyrjen për disa orë të marrjes së dëshmisë së tij. Autori ka treguar se shoku i fëmijërisë Roland Kaçorri i kishte gacmuar bashkëshorten, fakt që ai nuk e ka përtypur dot. Grupi hetimor thotë se autori nuk ka pasur qëllim të vrasë gruan 24 vjeçare të viktimës. Kjo e fundit mbeti e lënduar nga breshëria e plumbave që u derdhën nga automatiku dhe është jashtë rrezikut për jetën. 29 vjeçari Azemukaj u prangos në malsinë e Urakës në Mat, teksa po tentonte të arratisej drejt zonave të thella.